çdo miksie apo zhvillim ekonomik të Shqipërisë. Pra edhe me që më dole tek Rama me Izraelin edhe në të pikë, sepse ne do kemi dhe investime izraelite në ushtri, prodhimin e tronëve. Pra është xhelozia edhe këtu. Është xhelozia dhe aty duke patur parasysh që grekët janë të nënçmuar dhe të nënshtruar ndaj përpara Izraelit, po u them që nga viti 1976 apo 78 është një ligj në Greqi që gjithë pakica kombëtare izraelite përjashtohet nga tatim takset dhe çdo njeri që antarësohet në Federatën e Izraelëve të Greqisë nuk paguan taksën në Greqi. Pra, derisa Greqia ka aprovuar një ligj të tillë për komunitetin e vogël izraelit në Greqi, imagjinoni çfarë politike ndjek Greqia përballë Izraelit. Pra është e nënçmuar duke patur parasysh që rreth 98% e pakicës kombëtare izraelite në Greqi u paketuan dhe u çuan në zhdukjen të Janinës, e Brent, të Selanikut dhe të Afinës rreth diku 160.000 në vitin 43-44. Zoti Rama, gjithë këtë bisedë që ne e zhvilluam, ju e keni përmbledhur për publikun më thjesht në 10 pika që shqetësojnë Greqinë në raport me Shqipërinë. Ato 10 pika nuk janë të mia dhe një them, ato 10 pika janë opinionet e shërbimit informativ të Greqisë, domethënë 10 pika kanë nxjerrë ato që Greqia i trembet Shqipërisë duke shikuar propagandën që bën Shqipëria apo studiosit shqiptar në ato pika. Pra grekët i tremen një rizgjim të themi të Arvanitës dhe njohës nga pika 10 po e filloj të pakicës kombëtare shqiptare në Greqi, i tremen trashëgimisë së grekëve të lashë, ata nuk kanë asnjë lidhje, që këta nuk e themi ne, thonë shumë studios botror, po dhe studios grek. Unë do kemi një shkrim javës tjetër rreth kësaj me citime të studiosëve grek, po përsëris dhe të huaj të kohëve të fundit brenda 20 vjeçar që thonë këta grekët modern nuk janë ata grekët e lashtë atje që ne pretendojmë. Dhe shumë pika tjera që grekët i tremen, këto janë studimet e shërbimit informativ të Greqisë, që për arsye të tjera kam informacione unë sepse ne kemi njerëzit tanë kudo, edhe pse në Greqi ne kemi mos rëmë gjë ato Arvanitës që prapë me shpirt e zemër ndihen si shqiptar. Zoti Valla, edhe diçka të fundit kam në aktualitet për bordin e paqes. Kemi vendet e Ballkanit Perëndimor që secili ka një specifik të ndryshme. Qofse Shqipëria uftua, por nuk vajti Rama atje dhe kjo mbetet mister, Kosova shkoi, Serbia nuk uftua me Malin e Zi, Maqedonia nuk uftua, por ndërkohë me që jemi edhe tek raportet e me Greqinë, Mitsotakis në mos gaboj nuk ka pranuar, pra është në të njëjtin linjë me Francën dhe disa vende tjera. Pra është skeptik për momentin. Është pending. Unë do të thaj këtë gjë, Shqipëria bën mirë që ndodhet kudo që ftojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës disa e kanë mbrojtur sovranitetin e Shqipërisë, edhe në atë kohë ku ne ishim si një vend i mbyllur. Janë 2-3 fakte ku Greqia i bënte lutje Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë për ta sulmuar Shqipërinë në vitet 50-60 për të marrë vorje e pirë, dhe kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës që e kanë frenuar këtë gjë dhe në atë kohë kur ishte Enver Hoxha në pushtet, pa folur për zhvillimet e tjera që ne i dimë që amerikanët na kanë mbështetur dhe luftën e Kosovës, është ftuar Shqipëria dhe një herë dhe jo zoti Rama, është ftuar kryeministri i Shqipërisë, po jo kryetari i PS-s, ata janë gjëra personale po e shtetit. Ata janë gjëra teknike, në një mungesë të zotit Rama mund të shkonte presidenti i Shqipërisë, mund të shkonte ministri i jashtëm apo një njeri autorizuar nga zoti Rama. Por ne shqiptarë duke qenë pak ballkanës si gjithë të tjerët, grekët, serbët, turqit jemi pak edhe ne xheloz, kemi atë unin tonë të zoti Rama do që t'i ngelet në shkrimin e tij në themelimin e këtij bordi paqësor që mundet në të ardhmen dal nga dal, se çdo gjë fillon me pak dhe pastaj zgjerohet dhe forcohet, mund të ketë peshën e OKB-s që ka sot OKB-s, dhe OKB-ja nuk lindi mrena një ditë apo mrena një nate. Prandaj Shqipëria bën mirë që e ka nënshkruar, Kosova po ashtu ne duhet të jemi krenar se çdo gjë ka fillimet e vështirë, ashtu si një familje e re që nis me një garsonjere dal nga dal, ashtu si një njeri që në fillim blen një makinë të nënçmuar dhe pastaj arrin me punë me gjithë. Prandaj unë i uroj suksese vendit tim Shqipërisë, edhe kryeministrit të Shqipërisë në këtë rast. Pra ne jashtë Shqipërisë duhet ta shikojmë zotin Ramën si kryeminist të gjithë shqiptarëve dhe jo ndarje në opozitë dhe pozitë, ato janë grindet brendshme të një shtëpie që duhet ngelim brenda shtëpisë dhe jo t'i nxjerrim sytë edhe të bashkunojmë me grekët apo dhe me tjerë për ta rrëzuar një kryeminist të Shqipërisë nga qoftë dhe zoti Rama. Zoti Rama, faleminderit shumë për gjithë analizën dhe panoramën që na sollet nga situata jonë në Ballkan, nga muhabetet tona, këto inatet e vjetra. Të falenderoj shumë.
Edhe një herë përfundimisht do të jap një këshill. Mos ju referoni çfarë shkruajnë mediat greke dhe gazetat greke, sepse janë të gjitha të kaluar në sitën e zbulimit kundër zbulimit të Greqisë, të drejtorisë mediatike dhe Ministrisë së Informacionit dhe Propagandës. Faleminderit shumë për gjitha. Faleminderit edhe juve.